Ministri i Punëve të Brendshme Besfort Lamallari ka reaguar lidhur me operacionin e Agjencisë së Mbiqyrjes Policore në bashkëpunim me Policinë e Shtetit të zhvilluar të premten e vonë të 15 majit në Sarandë, ku arrestuan disa drejtues të lartë të Komisariatit të Policisë, si dhe u pezulluan nga detyra shefi i seksionit të krimeve. Në njoftimin e AMP-s thuaj se efektivët e arrestuar kishin favorizuar dhe shehur ndërtimin pa leje të objekteve të lidhura me element kriminal në qytetin e Sarandës. Përmes një postimi në rrjetin social Facebook, Lamallari shkruan se do të ketë zero tolerancë për të gjithë ato zyrtarë të policisë së shtetit, të cilët përfshihen në raste abuzimi me detyrën dhe tolerojnë shkeljet e ligjit, deri në raste më ekstreme, atë të bashkëpunimit me element të krimit të organizuar. Në policinë e shtetit nuk ka dhe nuk do të ketë vend për askënd që bëhet palë me shkelësit e ligjit, që abuzon me detyrën apo bashkëpunon me element kriminal. E përshëndes me respekt operacionin në Sarandë, ku Agjencia e Mbikëqyrjes Policore dhe vetë Policia e Shtetit bashkëvepruan për të arrestuar drejtuese punonjës policie të bërë njësh me shkelësit e ligjit. Kjo provë vullneti për të pastruar radhët e policisë së shtetit nga çdo element që cënon ligjin dhe besimin e publikut nuk është e para dhe nuk do të jetë as e fundit. Në çdo rast abuzimi, që nga symbyllja përpara ndërtimeve pa leje deri te kompromisi me elementet kriminal, reagimi do të jetë me zero tolerancë. Efektivët që tradhtojnë popullin dhe abuzojnë me detyrën do të identifikohen, goditen dhe përballen me drejtësinë, shkruan Lamallari në rrjetin social Facebook. Megjithatë, edhe pse ministra apo përfaqësues të politikës shfaqen me gjuhë të ashpër pas operacioneve, orë të tëra pasi janë realizuar, ku të implikuar janë shpeshherë drejtues të lartë në radhët e policisë së shtetit, nuk është se kemi ndonjë ndryshim. Për çdo muaj vëmrese ndryshojnë vetëm qytetet nga veriu në jug, por jo targeti. Ato janë të njëjtët, drejtues të lartë të policisë që akuzohen për korrupsion, shehje krimi e deri në bashkëpunim me element të krimit të organizuar. Politikanët nuk mbajnë përgjegjësi, por e kthejnë në një show mediatik, duke thënë se ne jemi me drejtësinë, po luftojmë edhe brenda lojit për të zhdukur farat e këqija të një sistemi të kalbur që u ndërtua dhe po sponsorizohet nga vetë ata.